Bordi i Transparencës vendosi këtë të njëjtë të ulë sërish çmimin e naftës në pikat e tregtimit me pakicë. Prej orës 14:30, 1 litër naftë në pikat e karburanteve nuk do të blihet më shumë se 210 lek. Një ditë më parë, tavani për tregtimin e naftës në vend ishte 220 lek për litër. Duke qenë se çmimi i vendosur nga bordi për naftën është më pak se 220 lek për litër, ulja e akcizës me 20% nuk aplikohet. Ndërkohë, sipas vendimit të bordit, zbritje ka pësuar edhe çmimi i benzinës, i cili nga 181 lek për litër arrin në 173 lek për litër, pra 8 lek më pak. Këto çmime do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ndërsa operatorët e shitjes së naftës paralajmërohen se nëse kapen në shkelje, do t'ju pezullohet aktiviteti. Në tregjet e huaja, nafta e papërpunuar tregtohet në rreth $100 për fuqi dhe çmimi është i luhatshëm në varësi të zhvillimeve në ngushticën e Hormuzit.